Ish banorja e Big Brother VIP 4 foli për rrugëtimin e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por edhe komentoi pak deklaratat që Lart Vasili ka bërë një ditë më parë në emisionin Shqipëria Live. Ai do kishte fituar Big Brother me bonën në dyshe, kështu u shpreh Valbona Milli teksa ishte sot e ftuar në emisionin në shtëpinë tonë, në Top Channel, pjesë nga intervista. Kur e pyeta në shtëpi nëse do të kthehej pas do të bënte përsëri të njëjtin veprim, tha, pa diskutim që po pa diskutim, ne sot e kemi fitues Lart Vasilin, është shpallur i treti në shtëpinë e Big Brother. Është në fitues i padiskutueshëm i këtij edicioni, po të mos ishit ndarë do të kishit qenë të dy në finale, ai do të kishte fituar Big Brother me bonën në dyshe. Megjithatë edhe renditja e tij, fakti që u rendit i treti do të thotë që ai e fitoi Big Brotherin e tij. Ka një lloj të drejtë, se një lojtar duhet të jetë i vetëm nga nisja deri në fund. Unë dhe Larti kemi qenë dy lojtarë, se nuk është se unë nuk kam patur ndonjëherë nevojën e askujt, të kisha një aleat në krah, të më mbronte apo të sulmonte për mua. Nga ana tjetër edhe Larti, edhe pse ka patur gjithmonë Rozanën mbështetëse dhe kanë qenë aleatët e vetëm nga nisja në fund. Besoj se asnjëri nga ne nuk e ka dashur atë lojtarin 2-1, por Big Brother ky është, të vënë në prova të tilla. Megjithatë ne na vuri gjesti, ju nuk keni patur kontakt pasi keni dal nga BBV? Unë e kuptoj Lartin kur del e bën këto deklarata. Unë kam 2 javë e gjysmë, po bëj 3 javë që kam dal nga shtëpia dhe ai ka dëgjuar të gjitha intervistat, e ka kuptuar që në hyrjen e dasmës që unë nuk kisha kontakt me të. Nuk e kam falur asnjëherë Lartin dhe nuk e kam ndërmend ta fal Lart Vasilin. Keni një lloj mlefi me njëri tjetrin, ka patur në të gjithë historinë tuaj në shtëpinë e BBV, vërtet ndonjë ndjenjë të mirëfillt, apo e gjitha ishte në kuadër të lojës? Absolutisht që ka patur një simpati për Lartin, se ndryshe nuk do ishim zgjedhur e rizgjedhur. Ka patur shumë sinqeritet brenda asaj shtëpie dhe një konsiderat shumë e lartë. Unë nuk them se kam qenë e dashuruar, se duhet të na kuptoni, të mbyllur në atë shtëpi, aty edhe mund të afeksionohesh me murin.